Është neutralizuar zjarri në masivin pyjor të Peshtanit, ndërsa janë djegur rreth 7 dynim shkure. Kështu vatra e zjarrit në masivin pyjor të Peshtanit në Fier është neutralizuar pas ndryrjes së shpejtë të forcave zjarfikse. Reagimi menjëhershëm i strukturave të emergjencave si dhe ndihma e banorëve të zonës ka bërë të mundur izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në sipërfaqe të tjera. Për situatën reagoi dhe deputeti demokrat Luan Baçi, i cili kërkoi ndryrje të shpejtë të forcave në terren, duke rikujtuar se vetëm pak javë më parë një zjarr me përmasa të mëdha në Peshtan të vogël shkaktoi dëme të konsiderueshme. Sipas bilancit paraprak, nga zjarri i sotëm është djegur një kasolle braktisur, ndërsa flakët kanë përshkuar rreth 7 dynym me shkure. Forcat zjarfikse vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës, strukturat e emergjencave vazhdojnë të apelojnë për respektimin e masave për parandalimin e zjarreve të verës. Zjarret e verës në qarkun e Gjirokastrës kanë ndjekur 70 hektar pyje kullota. Në rrethet e Gjirokastrës, Përmetit dhe Tepelenës janë regjistruar 43 vatra problematike zjarresh, kryesisht në sipërfaqe pyjore dhe kullota, ndërsa janë shënuar 19 raste. Ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës, strukturat e emergjencave vazhdojnë të apelojnë për respektimin e masave për parandalimin e zjarreve të verës. Zjarret e verës në qarkun e Gjirokastrës kanë ndjekur 70 hektar pyje kullota. Në rrethet e Gjirokastrës, Përmetit dhe Tepelenës janë regjistruar 43 vatra problematike zjarresh, kryesisht në sipërfaqe pyjore dhe kullota, ndërsa janë shënuar 19 raste.